Ju përshëndesim fort dhe faleminderit shumë që e keni ndjekur të gjithë bisedën, mirë po tani është koha që të shkëputemi për të lidhur edhe me një lidhje drejt për drejt nga një vend tjetër. Një shtet tjetër, kalojmë tjetër. Domethënë, po nga linja në Kalojmë perëndim. nga lindje në perëndim, nga perëndimi në lindje në fakt. Pikërisht do të jemi në Blagoevgrad, atje ku ndodhet edhe studenti jon më i ri, i cili ka shkuar për studime në Universitetin Amerikan, mirë po për të biseduar më shumë edhe për drejtimin e tij në fushën e ekonomisë, shkencave politike, me studimet europiane si minor, së fundmi është pikërisht përgjedhur delegati i ri që e quajtëm të Parlamentit Evropian në stimulim, një arritje që flet shumë për përkushtimin e tij, për vizionin e tij, për guximin. Ai sot do na zbulon më shumë për jetën e tij studentore, pikërisht edhe për ato sfidat, pse jo edhe të flasim pak për shujtën, si ka lënë punët këtu, si e gjeti studimet atje. Regjia shpresoj që do ta kemi edhe në lidhje të drejtë për drejtë. Mirëmëngjesi Berin. Mirëmëngjesi Berin. Mirëmëngjesi Valbuana, mirëmëngjesi Filtro. Dëgjojmë mirë, me siguri? Nga ana ime po. Shumë mirë. Edhe ne jemi shumë të lumtur që kemi një linjë të saktë, të mirë, të Berini pastër. ka dhe këtë, si të them unë, antenat e Shkupit nuk i ka larguar, ende i ka, i mban me Nuk është vete. larguar. Jemi afër kufirit. Shumë mirë. Berin, unë do doja, me që e djalë i ri, por të paktën që këtë dëgjuar edhe për tjerët, sepse ne në emisionin e mëngjesit diskutojmë tema të ndryshme, Po. por temën e ditës sotme e kemi. A kemi qenë më të lumtur dje, apo thjesht nuk e dinim? Të ka ndodhur ndonjëherë kur shikon fotografi të vjetra të prindërve, të gjyshërve. A ke vërejtur aty që kanë një lumturi të çuditshme? Nuk kanë patur shumë, por kanë qenë shumë të lumtur. Sigur po na ndihmon sot. Jemi të dalë me një pyetje goxha kështu tran për mëngjes. Mëngjesit, por Kështu i prekim qytetarët që të vedisohen gjatë ditës, që të mundohemi të reflektojmë Nëse fillon pozitivitet. kështu mëngjesi, atëherë dita do të shkon më mbar, Berin. patjetër. Atëherë mendimin që kisha dhënë unë se ajo ndjenja nostalgjisë që gjinde domethënë tek gjeneratat më të vjetra. Ne si gjenerata më të reja kemi qef ta lajmë një kujtim, dhe zakonisht ato kujtimet janë nëpërmjet fotografive, nëpërmjet video incizimeve, kurse tek ata kanë jetu momentin, po në atë moment domethënë tu ndodh ajo. Kështu që ato e gjejmë më të vlefshme dhe ndjejmë më të vlefshme se këtë pjesën tonë, shkaku se nuk kemi të jetu momentin, jemi tu u mundu me kriju ca momente në cilat të kthehemi me jetu prapë në të ardhmen. Tu gjet ndërtu jetën. Po, nuk e shoh sikur diçka aq të vlefshme si ato që e kanë pas gjeneratat e Mu vjetra. më lindë një pyetje interesante tash, Urdhëro, pasi Volvo. që dritroj shumë jeton pak a shumë edhe në vitet ku e ka gëzuar, si të them, këtë jetën studentore. Për shembull, ka qenë një periudhë krejt ndryshe. Berin ti, po. Ishte periudhë komplet ndryshe nga kjo sot që e Po, kemi. patjetër, edhe unë kur kam qenë si studente ka qenë pak më ndryshe se ta që Ishte është mollë tash. ndaluar kur ishim ne, Po. sepse nuk ishte universitet që njiheshte, kishim policë, rreth e rrotull, ishte një periudhë komplet diçka tjetër nga kjo që gëzojmë sot. Po ti Berin kur dëgjon për shembull muzika të viteve të 80-ta, nuk e di, të viteve 90-ta, a mendon që ke lindur në një gjeneratë të gabuar apo je i lumtur që je në gjeneratën Gen Z apo nuk e di në cilën gjenoratë bie tani? Me tregu drejt, me Po. muzikat e të rjetëve në dhjetëve, shkaku edhe i prindërve jam rrit me ato muzika. Edhe nëse duhet ta jam këtë mendimin më të sinqert, them ndonjëherë se jam gjeneratën e gabuar. Vetëm një gjë që më bën me thënë se jam gjeneratën e mirë, edhe në gjeneratën e stakë në cilën duhet jem, është thjesht fakti asaj që kemi më shumë mundësi se gjeneratat e vjetra që kanë pasur në kohën e tyre. Shumë Ishte mirë. Hajde të themi në fantastike, po. pyetjet, sepse edhe koha po na ikën. Berim, më thuaj, si nisi rrugtymi yt drejt studimeve në Sofje? Edhe pse zgjodhe pikërisht Në Blagoevgrad, më saktësisht, po. Më fal. Në Blagoevgrad dhe pse zgjodhe pikërisht këto drejtime? Tash, unë jetën gjatë kohës që isha në gjimnas, shkollën e mesme, isha goxha aktiv në sferat ndryshme, njërën sferë të potenciumës shumëtis si kryetari Unionit Nxënësve të shkollave të mesme. Dhe pas atij rrugtimi 2 vjeçar, duke u konsultu, duke u marrë me proceset vendimmarrëse në nivel të shtetit, vendosa me një anë të shkoj me një universitet që është afër shtëpisë. Jam i çik tip që don të jetë afër prindërve, por edhe të njëjtën kohë të merr arsim cilësor.
dhe Universiteti Amerikan që është në Blagoevgrad në Bullgari. Vjen me 2 akreditime, me akreditim evropian dhe po ashtu me akreditim amerikan. Dhe e mendova se është një prej zgjidhjeve më të mira që mundem me bo, barem tash për një fillim pak më serios karrierës akademike. Dhe të drejtimet si ekonomi dhe shkenca politike të marra dhe si dek sekondare studimet evropiane. Unë nisëm ato se ekonomia dhe politika janë ato që vendosin gjithçka në botën e sotme dhe janë shumë afërt ndërlidhura mes vete. Thash nëse nisëm me këto dy kombinime dhe po ashtu marra dhe si dek sekondare studimet evropiane, do jem në gjendje me zvoglu pak atë fazonin e shkencave politike dhe të fokusohem më shumë te politikën evropiane, po dhe të njëjtën kohë të jam gjendje mi përcjell proceset vendimarrëse si në ato se s'ja ka më shumë influencë ekonomia, po ashtu dhe në degën ku ka më shumë influencë politika dhe marrëdhënie ndërkombëtare. Berin, sa pat konkurrencë në këtë përzgjedhje të delegatit më të ri europian? Tash për me dhënë një shpjegim të shkurt, këto janë simulime që bëhen të Bashkimit Evropian, bëhen nivele të ndryshme, kemi edhe Maqedoni Goxha që bëhen prej organizatave të ndryshme ose thjesht direkt organizata, dhe ndahen Këshillin Evropian dhe Parlamentin Evropian, por tani pse ishte numri më i madh i participuesve ose njerëzve që morën pjesë në këto simulime, i kishim edhe ata që lobojnë edhe ata që marrin, domethënë janë në rolin e gazetarit. Afro ishin 120 veta të cilët ishin pjesëtar të këtij simulimi prej dikon 20 shteteve nëpër botë. Dhe unë isha në pjesën e Këshillit Evropian, tu shërbyer si kryetar shteti ose personi i parë në shtet, me rolin kësaj herë si Hungaria. Dhe simulimi është diçka që e rekomandoj të çdo i ri, shkaku se je në gjendje të njoftosh politikat e një shteti të caktuar i cili do të caktohet ty, por edhe të njëjtën kohë ta shohësh se si shkojnë proceset në Bruxelles shembull, dhe njoftohesh më së miri me ato se si zhvillohet çdo vendimarrje në nivelin më të lartë në Bashkimin Evropian. Berin, a është që nga shkolla mesme që e ke dashur këtë drejtim, apo është diçka që ndoshta edhe zhvillime që kanë ndodhur të paktën, ja të po themi 2 vitet e fundit, të kanë shtyrë ty që të fillosh studimet pikërisht në shkencat politike. Pse pikërisht këtë drejtim? Mua më intereson shumë. Në tregu drejt, Valbona është diçka me cilën ashtu është vuaj konstruktimi të shkollës mesme, si gjitho nxënës në shkollës mesme dhe unë isha i hutum në cilin drejtim do duhet fokusohen më shumëti, po janë ca shenja të vogla që të vijnë prej jetës, dhe tu nis prej atyre shenjave, tu nis prej asaj se çfarë më intereson më shumëti në atë moment, u orientova më shumëti në ekonomi edhe në shkenca politike. Ka luajtur shumë rol të madh, kanë luajtur shumë rol të madh në 2 vitet e fundit, tu qenë aktiv si i ri në Maqedoni. Të pa gjendjen tonë aktuale. Edhe me gjendjen tonë aktuale, të t'jesh me të mundosh ta përgatitesh veten maksimum që t'jesh në gjendje dhe të sjellësh diçka kur të kthehesh prej studimeve, prej asaj se si të kanë zdrukthu studime, të sjellësh diçka një frym të re në shtetin tënd. A pikërisht kjo si po e përjeton edhe jetën studentore atje, dallimet mes vendeve, do të thënë studentëve botror apo bugar në këtë vend? Do të thënë bullgar në përgjithësi, po ka edhe student me siguri edhe të jashtëm, por kur e bën krahasimin atje me miqtë e tu që janë student këtu, cilët janë ato diskutime të shumta dhe të shpeshta që po i bëni. Çfarë ju bashkon dhe çfarë ju ndan? Tash, dallimi i parë, cilin do të them është se më pëlqen ajo që ka student prej shteteve të ndryshme, janë afro 40 deri në 50 shtete, studentë që vinë prej 40 deri 50 shteteve në Universitetin Amerikan. Edhe pjesa e dytë është thjesht liria që e ke si student, shkaku se je në gjendje dhe konsultohesh direkt me profesorët sa i përket arritjeve tua dhe si të shku, domethënë zhvillimi jot akademik në ligjëratat e tyre ose lëndën të cilën je të marr në atë semestër me ta. Pjesa tjetër, gjithçka lidhet me lirinë edhe mundësitë të cilët tipën, shkaku se vlerësohet shumë të jesh aktiv jashtë ligjëratave
ky që është thjesht në për praktika të shkosh edhe të marrësh internships në për kompani të ndryshme, të cilat edhe bashkëpunojnë shumica në universitetin. Fantastike. Edhe thjesht janë tek ato mundësitë të cilat të hipën këtu si student, të cilat janë pak më të pakta në Maqedoninë e Veriut. Dhe kur u thua këtë miqve të tu, shokëve të tu, çfarë thonë ata? Shumica e shokëve kur ju kam tregu se do dalë jashtë, thanë pse s'qëndron këtu, je më afër të shtëpisë, kënaqem edhe i Comfort zona. Dhe përjetojmë comfort zona. E gjete fjalën perfekte me këtë. Jo, e kisha fjalën Berin, e kisha fjalën kur u tregon kushtet e universitetit, qasjen me profesorët, mundësitë që mund të dinë edhe jashtë. Kur u thua kolegëve të tu që janë këtu në Shkup, në Maqedoni, në përgjithësi në universitete ndryshme, çfarë thonë ata? Unë e shoh ato që e kuptojnë se dalja prej asaj komfort zonës si e quajti Valvona ishte fjala cilin ishte të kërku. Nuk është gjë e keqe, është gjë e mirë, shkaku se jetu marrë, domethënë një rrezik themi, dhe jetu dal prej asaj të normale se cilës je mësuar jetë. Dhe me atë që jetu dal do shohësh se bota është horizont shumë më i madh, mundësi më të mëdha, edhe mundësi për zhvillime më të mëdha si për karakterin tënd, po dhe ashtu për ato në aspektin profesional. Një numër i madh i shoqërisë e kanë marrë motiv që nëse nuk do munden gjatë 4 viteve që e kemi si bachelorin ta quaj, barem master ose pas masterit munden të kyqen edhe të shkojnë në universitete botërore. Unë sa po desha këtu të dalë të pyes për master, sigur të ke bën një plan tjetër. Jam e bindur që tashmë e din ndoshta pak a shumë Se mund të ketë oferta të shumta. Po. Do të ketë mundësi që të përzgjedh, mirë po e din saktë që ndoshta nuk do të qëndron në Bullgari, do të vazhdon edhe më larg ndoshta. Me shumë siguri nuk do jem në Bullgari se përket masterit, do jetë më larg. Tash pasi edhe unë dola pak prej komfort zonës, do me thënë vetë që kalova kufirin, me testu vetën se sa mundem me qëndru edhe me jetu pak më larg shtëpisë. Për pjesën e masterit besoj që do jem më larg, dhe është rrugtim që do vjen pas një 3-4 viteve, kështu që momentalisht jam duke e mbajt fokusin. Shijoje momentin Berin. Po, shijoje momentin. Do doja ta pyesja për kushtet studentore që i kanë Po, atje. sepse dishëm ta rikthime tek shujta jonë, Edhe tek sepse shujta tash jonë, ishe edhe krahasimet, dallimet, sikur si i kemi. të ishe këtu student në fakultetin, ja, të themi këtu në Shkup në fakultetin shtetëror, qoftë në Kirill, qoftë në Nën Tereza, qoftë në ndonjë fakultet tjetër, do më thënë ballafaqohen studentët me kushte mjaft të vështira. Duke filluar që nga konviktet e ndryshme të cilat nuk janë adekuate për të jetuar, e lemë të kalosh aty 4 vite, po ashtu edhe shujta studentore që ka qenë 825 denar, nëse nuk gabohem, nëse ka ndryshuar 20 denar apo 50 denar, nuk e di. A mund ta na bësh këtë një dallim, sepse gjithsesi Bullgaria është pjesë e Bashkimit Evropian. Dhe sigurisht ka ndonjë dallim pak më shumë, ndoshta nuk është shumë më mirë, po sigurisht të pakën ndoshta mbështetja për studentët është më e madhe. Si ishe këto dy dallime, Berin? Gjithçka varet prej universitetit në universitet, ajo është pika e parë. Universitetin cilin jam unë i jep dhe me thonë kushtet të kisha thonë afro perfekte për çdo student, duke u nis prej jetesës, konviktet të cilat janë studentore, për cilat do i jepet mundësi çdo studenti të jetë dhe të kalon kohën konvikt. Por edhe të njëjtën kohë sa i përket ligjëratave, shkaku se është një lartshmëri e profesorëve të cilët ligjerojnë, nuk janë profesorë. Është një numër shumë i vogël i profesorëve të cilët janë bullgar, shumica e profesorëve janë profesorë internacional, dhe secili tuar prej degës vet vjen me ca eksperjenca dhe me ca njohuri të tjera, dhe në një mënyrë të ndryshe të shpjegumës dhe përgatitjes tënde për ty të materialit. Kështu që ky diversitet kisha thënë i ligjëratave është ajo që e hap më shumë horizontin e studentit edhe e zhvillon ndegme të ndryshme. Por prap në njëjtën kohë them pikën se dallon prej universiteti në universitet. Tash duke qenë Bullgaria si pjesë e Bashkimit Evropian,
mundësit janë shumë më të larta edhe më shumë vlerësohet studenti. Kështu që shfrytëzohen ato privilegje, kisha thënë, nga ana studentëve, por edhe të njëjtën kohë për studentët bullgar të cilët janë të këtij shteti, kanë edhe gjërat me të cilën duhet t'i kthejnë ata. Unë do doja të të pyesja me aq kohë sa je atje, sa ke vërejtur, a është një zë i fuqishëm akoma zëri i studentëve në Bullgari në krahasim me zërin e studentëve këtu tek ne? Edhe këtu tek ne, mirë po edhe në rajon, sa po shohim shohim edhe shumë shqetësime në këtë drejtim. A vazhdon të jetë akoma një zë i fuqishëm? Shikoj, unë do të them shkaku se para pak kohëve, jemi duke folë para 2-3 muajve, 4 dikun maksimum, rinia u qënë kamp, shkaku se kishim problem politik me ato që u formu kartel shtetëror, edhe ishte në funksion prej 90-2000 në shtetin e Bullgarisë, edhe rinia i tha boll më kësaj gjëje, dhe u qënë protesta në çdo qytet madh Bullgarisë, dhe brenda 3 ditëve ishin gjendje ta rrëzojnë qeverinë. Kështu që ajo vullneti edhe motivi i studentëve ka ndodhur në kaluamën, do ndodh tash, do ndodh edhe në të ardhmen, kur bashkohet rinia do jetë në gjendje ta rrëzojnë edhe qeverinë, edhe shtetin, edhe gjithçka tjetër. Prej anës studentëve tek ne jam përcjellje non-stop sa i përket provimit të jurisprudencës, i mbështes me plot zemër edhe me plot çfarë vjen prej anës time, të vazhdojnë drejt synimit. Për drejt synimit tyre ta kenë provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Dhe të njëjtën kohë jo veç ajo, është puna se sa i përket ndërlidhjes populate dhe shteti, aq sa më shumë kërkon aq do marrësh, kështu që sa më aktiv do jenë rinia në Maqedoninë e Veriut, sa më të bashkuar, neve gjithmonë ka munguar Berin, jo vetëm në tek studentët, në çdo drejtim, në çdo sfidë që kemi ballafaqur ne si popull, na ka munguar gjithmonë bashkimi, që jemi të bashkuar për të luftuar drejt të padrejtës. Mirëpo shpresoj që studentët, gjeneratat e reja do të bëjnë ndryshimin, do të bëjnë kërkesë për padrejtësi që po ju bëhen. Kjo është një kërkesë legjitime e cila sigurisht që siç thotë jo vetëm për drejtësi, ka edhe ndërtime tjera që sa do vuajnë. kërkosh, aq do marrësh. Nëse nuk kërkojmë, nuk do marrim sigurisht. Por më duket që ka ardhur koha për të vëdësuar të gjithë në mënyrë kolektive, edhe ti përkrahim sigurisht sepse janë disa gjëra që do të na prekin më vonë. Kështu që është momenti për t'i përkrahur një herë për gjithmonë për një të drejtë bazike. Do të jesh të hënë në protestë apo jo? Nuk është këtu, ka gjerata. Jam fatkeqësisht duhet jem në Bullgari, merrem me ligjëratat, po ashtu edhe ca prej kolokviumeve të cilat kanë ngel për këtë semestër. Dhe fatkeqësisht do mundem të jem prezent në protestë. Mirë po e dim që Berini ka qenë gjithmonë prezent në çdo lloj aktivitet apo protestë apo zë që është ngritur. Prej anës time përkrahjen e kanë maksimale studentët e Maqedonisë, nisen për të mirën e përbashkët, flihen anësh intereset personale. Sigurisht. Dhe të njëjtën kohë mos lajnë hapësirë politizohet e gjithë kjo. Ashtu. Jenë strikt vullneti studentëve dhe ndryshimi vjen prej direkt studentëve. Për sa kohë qëndrojnë në këtë kornizë, besoj se si është duke e bën rinia në Bullgari, si janë të e bërë rinia në shtetet tjera, evropiane, po edhe botërore, ato do të arrijnë edhe rinia në Maqedoninë e Veriut. Këtu duke i përfshirë një specifik më të madhe studentët, po jo vetëm studentët, gjithë rinia e Maqedonisë. Shpresoj të nisen bashkë me të mirën e përbashkët dhe të lënë interesat personale anësh, dhe për sa kohë do luftojnë për të mirën e përbashkët, do ecin shumë para, do fitojnë drejtat të cilat është dashur me taku për një kohë gjatë, por më mirë vonë se kurrë, të që mbështetja ime është maksimale. Besojmë në të rritë e vendit tonë dhe besojmë me të vërtet që ata do t'jenë ndryshimi. Berin, unë për fund e kam një pyetje se ne të shohim këtu nga studio me të gjithë informacionet. Magjike. Mbylli syt
Edhe ku e sheh veten? Ku e sheh veten pas disa viteve, sepse ne me të vërtetë e shohim që ke një të ardhur të ndritur, mirë po e sheh veten në institucione europiane, apo e sheh veten në rikthim për të kontribuar në vendin tënd. Tash do matematika si ekonomisti ke bë edhe ti. Po. Po ju sinqer. Tash temi drejtën. Jam fillim tash, po Flasim për pas 10 viteve. Dëshira dhe mundësia thuaj Berin janë dy gjëra shumë ndryshme. edhe ashtu është. Por kur dalësh jashtë Pak të shtetit, madhe, ajo. ka një fushë magnetike e çuditshme që të thith shtetin në shtete, kështu që do ta shikoj. Shifë, rënjët e mia unë nuk i harroj kur, kështu që po qëndrova në shtet, po qëndrova të jetoj me një shtet tjetër, pra do mundohem të jap kontributin maksimal për vendin prej cilit vi, kështu që ata kam si një prej qëllimeve kryesore, shkaku se Maqedonia e Veriut, duke u nisur rinin edhe popullatën që jeton ato, ka goxha potencial dhe vjen shumë keq se hyj edhe unë në atë grup prej një prej studentëve ose prej të rive i cili e lëshoi shtetin për tu arsimu dhe për me bu arritje pak më të ndaja. Por motivi të punë qëndron se ato që du me mbri është me marrë dhe me thith sa ma shumë njohuri prej jashtë, cilat mujmi sjell Maqedoni, që Maqedonia të mundet të arrijë me një nivel edhe të jetë në krahasim direkt me shtetet tjera evropiane. Është një arritje që besoj edhe kisha shpresu çdo i ri i cili ka shku të studion me një shtet internacional dhe jashtë vendit, të rikthehet një ditë edhe ta jep kontributin e vet që ta bon vendin e vet më të mirë për vete, edhe për gjeneratat të cilat vinë në vijim. Urrojmë dhe shpresojmë ne që jemi këtu të ndodhë kështu si the. Idealja. Shpresojmë. Berim, faleminderit shumë që ndave kohë edhe pse ke edhe shumë ligjërata, ke edhe obligime tjera. Ne shpresojmë që do të kemi edhe në studio kurdo që na vizitosh vendlindjen. Mirë po, unë të uroj me të vërtetë gjitha të mira, të urofsh edhe këtë titullin e ri delegati më i mirë, të na zbardhësh fytyrën kudo që shkon nëpër botë dhe të uroj me të vërtetë dhe di që do ta kesh një të ardhme shumë të ndritur. Faleminderit shumë Valvona, ju faleminderit edhe një herë për ftesën, të jem pjesë e misionit. Patjetër, në momentin që do kthehem në shtëpi, do konsultohemi prapë dhe me gjithë çfarë kisha pas dëshirë të jem pjesë e misionit përsëri në të ardhmen afër. Faleminderit shumë Berin. Pash një ditë të mbarë Suksese dhe pafund. takoni. Paqe ditë të mbarë dhe Qofshim krenar me ju. Vetë se jemi. Me gjithë këta studentët vetëm cilët e shtojmë kemi më këtu. shumë, po. Që po si themi ne filizat e rinj. Filizat e rinj. Ne e kemi kry punën tonë, po presim juve. Juve po ju presim, juve ja u kemi dhënë kështu bajraktarin, themi ne. E po ne ta kemi bajraktarin, ta kemi mbështetjen e juit dhe ashtu do. Se ne jemi dorëzuar, nuk po them që vetëm ja u kemi dhënë. Unë personalisht detyron e kemi pozitive, valborë negative. Mirë po, unë kështu të lirësh, domethënë jam dorëzuar, merrni ju për Sot është dorëzuar sepse është e premte dhe e mendon të shtunë të dielën. Por gjithsesi Berin, unë të falenderoj shumë për prezencën në emisionin tonë. Të dëshiroj studime të këndshme edhe u krenovshim me emrat tuaj, gjithmonë. Faleminderit shumë. Miru pafshim, Berim. Sot keni ditë mirë. Patjetër.